Do të ndalemi fillimisht e kolegja Fatime Baci, e cila do të raportojë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Fatime, të përshëndes, jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt, si paraqitet ecuria deri në këto momente që ne flasim, edhe sipas updatimeve të kryera her pas here nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, shifrat, përqindja në rang vendi, në qarqe, por edhe të gjitha problematikat të cilat janë raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Fjalët takon ty në këto momente, Fatime. Përshëndetje Albi, po sot në 11 maj qytetarët shqiptarë i drejtohen kutive të votimit, janë rreth mbi 3 milion shqiptarë që për përbërjen e parlamentit të vendit. Sipas përditësimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 14 pjesëmarrja në rang vendi është raportuar në 30%, të dhënat janë mbledhur nga 1389 qendra votimi, nga gjithsej 5229 në të gjithë vendin. Nga këto qendra, 930.271 zgjedhës në listat përkatëse kanë votuar vetëm 119.697 persona. Ndërkohë, sipas statistikave të nxjerra në bazë të qarqeve, kujtojmë që Tirana është me numrin më të lartë të votuesve, pastaj ndjek Elbasani me 28.8%, më pas Berati 26.7%, më pas kalojmë në Dibër me 30.39%, Durrësi me 25%, Elbasani me 28.8%, Korça me 25.96%, Kuksi 28.63%, Lezhë 27.88%, kalojmë në Shkodër me 23.7% dhe Vlora me 19.39%. Pra si që shikojmë, Vlora ka numrin më të pakët të votuesve, ndoshta kjo dhe për shkak të kufizimit të Giro d'Italia, ku dhe është kërkuar dhe shtyrja e në afatit për të votuar qytetarët. Pra është kërkuar nga Partia Socialiste që të shtyhet orari i votimit. Duke e cilësojmë këtu pasi Ilirian Cilibashi pak më parë ka thënë që nuk ka të drejtë ai të vendosë nëse shtyhet apo jo afati i votimit. Ndërkohë që kujtojmë se është komisioni rregullator ai që do vendos po ose jo shtyrjen e votimit. Ndërkohë ka pas problematika të ndryshme në orët e para të mëngjesit. Votimit flasim gjithmonë për qarkun e Vlorës, Fatime, deri në çfarë ore është kërkuar një shtyrje e këtij procesi? Është kërkuar deri në orën 10, pra me 3 orë, deri në orën 10 të darkës. Ndërkohë se Cilibashi theksoi që sipas ligjit lejohet nga ora 7 deri në orën 19:00 dhe nuk është kompetent ai që shtyhet apo jo orari i zgjedhjeve. Kujtojmë këtu që ai tha është komisioni rregullator, ndërkohë që komisioni rregullator deri në këtë moment nuk ka asnjë njoftim dhe nuk kanë bërë akoma mbledhjen e komisionerëve që të vendosin ose jo shtyrjen e këtij votimi. Prandaj dhe Vlora ka një numër më të pakët të votimit deri në këto momente. Ndërkohë që në pjesën tjetër të qytetit situata duket e qetë, duke cilësuar vetëm pjesën e mëngjesit që të gjitha thuajse aparaturat kanë pas problematika. Në disa vende Komisionit Qendror i Zgjedhjeve nuk u mbledhen anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve për të vazhduar votimet, edhe pse ishin 4 prej tyre që mund të vazhdonte, por jo, domethënë nuk ishte plot. Ishin 4 nga 7 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ishin mbledhur. Kujtojmë këtu edhe qendrën e numërimit, numër 3901 në shkollën e mesme Muharrem dhe Esat Minollari që ndodhet në Vlorë. Në këtë është bërë ndërprerja e plotë e këtij votimi, pasi është bërë për shkak të largimit të kryetarit të qendrës drejt komisariatit të policisë, si pasojë e një incidenti dhe përbën një zhvillim që mund të ketë edhe një, domethënë, ky do të ndikojë edhe në procesin në vazhdim të zgjedhjeve. Ndërkohë, çfarë problematikash janë raportuar deri në këtë moment? Problematikat patjetër të cilat janë dokumentuar edhe nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Fatime, përpos incidenteve me të cilat është shoqëruar ky proces zgjedhor gjatë orëve të paraditës. Gjatë orëve të paraditës në Korçë, 17.000 zgjedhës më pak janë drejtuar drejt kutive të votimit. Elbasani ka nisur me shumë vonezë, më pas Vlora është vonuar për shkak të mungesës së komisionerëve. Në Berat, një qendër votimi në shkollën Shoqëri Lakra nuk kishte energji elektrike. Në Fushkruj nuk ka nisur në kohë
nuk ka nisur në kohë procesi i votimit për shkak të mungesës së 2 anëtarëve të komisionit. Ka pasur në incident të fortë edhe në Vorë, ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike ka denoncuar her pas here problematikat bashkë për shkak të situatës që ndodhi në Vorë, më pas në fshatin Strum, në Fier, qendrat e votimit po ashtu nuk janë hapur në orët e para të mëngjesit, por pas orës 10 nuk ka pasur më problematika të mëdha. Pra që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe t'i raportoj. Pra, Celibashi tha se deri më tani çdo problematikë që është raportuar me ndërhyrjen e KQZ-s është zgjidhur dhe procesi vijon normalisht. E qartë. Fatime, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet e përcjella deri në këtë momente, në patjetër që do të jemi në komunikimet të tjera të drejtë për drejtë së bashku për të updateuar edhe publikun i cili na ndjek në këto momente dhe do të vijojmë në ndjekjen e gjithë në vijim se rekon të gjitha përgjindjeve, pjesëmarrjeve apo qoftë edhe problematikave me të cilat do të hasemi gjatë këtij procesi zgjedhor dhe shpresojmë që të mos kemi problematika të theksuara. Ne mbyllim komunikimin me kolegen ton Fatime Paci, ne rikthehemi në studio dhe do të vijojmë të ndjekim edhe një herë së bashku të gjithë updatimet e kryera nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rang vendi se rakon përqindjeve në 12 qarqe të vendit.